E rënë në Klos, shembet masivi i Kromit merr parafadromën bashkë me drejtuesin. Një ngjarje e rëndë u regjistrua në zonën e njohur si Qaf Burel, ku një masiv minerali që grumbullohej nga përpunimi i kromit të shembur, duke marrë me vete një mjet tip fadrom me të cilën po udhëtonte një i ri. Nga shembja e stogut është qarë dhe një rezervuar uji që ishte krijuar nga puna e fabrikës së përpunimit të kromit varfër e përpasoi ka marrë me vete mjetin. Në vendngjarje kanë mbetur forcat e policisë dhe 10 banor, të cilët po kërkojnë për drejtuesin e mjetit fadrom. Fabrika që përpunohej minerali kromit ishte marrë me qëra pak muaj më parë nga 2 shtetas kinez.